Apo i përqan shqiptarët ngjarja e Jozit me Gjestit? Si fillim dua të them se as Jozi nuk përfaqëson shqiptarët e Shqipërisë e as mirditoret, ashtu si as Gjesti nuk përfaqëson shqiptarët e Kosovës, të dy aty kanë përfaqësuar veten e tyre me të mirat dhe të këqijat e tyre. Po e shoh se si një pjesë e shqiptarëve nga të dyja anet po mundohen ta shfrytëzojnë këtë rast që të bëjnë përqarje, disa për klikime e disa për të ushitur si gango, edhe pse është e qartë se janë gango të rrjeteve sociale. Sikur ta merrnin gjithë këtë mlef që kanë nga të dyja anet dhe ta përdornin kundrejt armiqve shqiptar në të gjitha cepet e kufive shqiptar. Por jo. Armiqt ton dinin diçka kur kanë thënë s'kem pse vrasim shqiptarët, jepjauni armet dhe lirin ata vrajnë njëri tjetrin. Një fjalë e urtë popullore thot mal pa dera nuk ka. Edhe në shqiptari ka njerëz të këqij të cilët krijojnë përqamje dhe nxjerrin urrëtitjen për njëri tjetrin. Rasti ndodhi, dhuna u shfaq, nuk është e veprim që duhet gëzuar nga askush, sepse një ditë mund të jemi dhe ne viktima të tilla. Shqiptarët duhet të jenë të bashkuar dhe të distancuar nga çdo dhunë që shkaktohet mes shqiptarëve, dhe po ashtu ta parandalojnë atë. Ja disa thënie të njohura nga shkrimtar, figura historike dhe intelektual shqiptar që kanë folur për Bashkimin Kombëtar të Shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe ne vend që të postoni video që përqajnë shqiptarët, postoni ndonjë nga këto thënie. Atë Gjergj Fishta, shqiptarët janë një komb i vetëm, me një gjuhë, një gjak e një flamur. Nuk ka male që na ndajnë dot në shpirt. Isa Boletini, unë jam shqiptar dhe Shqipëria është e shqiptarëve. Ku është shqiptari, aty është Shqipëria. Fan Noli, Kosova është zemra e Shqipërisë dhe pas zemër s'mund të jetoj trupi. Mithat Frashëri, shqiptarët janë ndarë nga fuqitë e mëdha, por zemra e tyre nuk është ndarë kurrë. Bashkimi është një ideal që nuk shuhet. Adem Demaçi, shqiptarët do të jenë të bashkuar, nëse nuk ndalen së dashuri njëri tjetrin për atë që janë. Pashko Vasa, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria. Kjo thënie shpesh interpretohet si thirrje për bashkim kombëtar përtej dallimeve fetare. Hasan Prishtina, unë jam për një Shqipëri etnike, ku Kosova është trungu e jo dejë. Këto thënie vlen për ata persona që e ndjejnë veten shqiptar dhe nuk krijojnë përqamje mes shqiptarësh pavarësisht vendit ku jetojnë. Uroj të jemi gjithmonë të bashkuar ashtu siç ka thënë edhe Skënderbeu. Fort është ai që është me vëllezërit e vet kur jemi të bashkuar, jemi të pathyeshëm. Ose në një formë më të njohur popullore, bashkimi bën fuqinë, përçarja sjell shkatërimin. Nëse e ndjen veten shqiptar, pëlqeje këtë video dhe ndaje me të tjerët. Jemi një, të bashkuar gjithmonë.